Shqipëria është mposhtur nga Luksemburgu në takimin e vlefshëm në kuadrin e miqësores. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi në favor të miqve, 0-1. Pas këtij takimi, ka folur edhe sulmuesi Taulant Seferi. Nga aspekti personal, padyshim që jam ndier shumë i lumtur kur mora ftesën, por i mërzitur që i humbëm këto ndeshje. Ndryshimi mes Maran dhe Silvinios. Ndryshimi është se trajneri do më shumë e luaj më shumë me topin, do shumë kohë që ta ushtrojmë dhe kemi pasur mangësi, por me kalimin e kohës do ta përmirësojmë. Mbrojtës i djathtë? E vërtet, edhe në fillim të javës e kam bërë në stërvitje. Nëse trajneri më sheh në këtë pozicion, jam i gatshëm për të qenë edhe aty. Ku mund të luash më mirë? Kam shumë dëshirë të provoj thellësinë. Edhe aty ku po luaj te klubi im, jam ndier shumë mirë, tha Seferi. Pas humbjes me Izraelin, kombëtarja shqiptare është mposhtur edhe nga Luksemburgu në miqësoren e dytë. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi me shifrat 0-1. Në përfundim të këtij dueli, ka folur edhe Julian Shehu. Kur vjen një trajner i ri, natyrisht që ka idetë dhe vizionin e vet për lojën. Ai kështu zgjedh edhe lojtarët për formacionin dhe mënyrën se si ne luajmë. Janë shumë pak ditë që ne të përshtatemi me idetë dhe vizionin e trajnerit. Janë 2 module krejtësisht ndryshe nga ato që kemi luajtur më para. Na duhet akoma kohë për të luajtur në vizionin e Maran. Titullar? Për mua ka rëndësi të fitoj kombëtarja, jo nëse luaj nga minuta e parë apo në të 70-ën. Do të jap maksimumin tim për aq minuta sa do të jem në fushë. Besoj se do të jemi gati për shtator. Ajo koha nuk është e shumtë, por besoj që nga këto 2 ndeshje kemi marrë mësime se ku duhet të përmirësohemi. Shpresoj që të rregullojmë gabimet dhe të jemi gati. Fjalim nga trajneri pas ndeshjes? Jo, thjesht na tha 2-3 detaje që kam dëshirë t'i lë brenda dhomave të zhveshjes, tha Shehu. Pas humbjes me Izraelin, kombëtarja shqiptare është mposhtur edhe nga Luksemburgu në miqësoren e dytë. Sfida e zhvilluar në stadiumin Air Albania përfundoi me shifrat 0-1. Në përfundim të këtij dueli ka folur edhe trajneri Rolando Maran. Si ndihem? Impenjimi ka qenë i madh, por nuk është rezultati që donim. Nuk kemi bërë mjaftueshëm mirë. Po i paguajmë edhe gabimet që në raundin kualifikues. Këto 2 ndeshje vlejnë për ta njohur skuadrën më mirë dhe për të përmirësuar këto gjëra. Duhet të jemi të zotë për të parë se çfarë gjërash nuk janë bërë mirë në këto 2 ndeshje. Edhe nga posimi i golit shumë herët u çekuilibruam dhe dëshira për të gjetur golin na bëri të linim hapësira. Janë disa gjëra që kanë ndodhur në këto 2 ndeshjet që nuk duhet të ndodhin dhe t'i përmirësojmë. Janë element që unë i kam piketuar nga këto 2 ndeshje. Skema e poshtatshme për lojtarët që kemi? Hierarki lojtarësh? Në hierarkinë e lojtarëve ka lojtar që unë po i njoh. Disa lojtarë kanë ardhur me pak minuta, ka qenë sezoni gjatë, e kemi paguar pak me gjendjen fizike të tyre. Më ka shërbyer po të njohur lojtarët dhe reflektuar mbi ta. Pyetja e parë është e vërtetë për mbrojtjen, pasi provon disa gjëra dhe vuan për shkak të vështirësive. Janë gjëra që duhet të reflektojmë. Janë 2 tekste të rëndësishme që më shërbejnë shumë për vazhdimin. 180 minuta pa gol, ide i qartë por sulmin po të zgjidhur këtë problem? Këto 2 humbje peshojnë shumë, sidomos para tifozëve. Prisja përmirësime nga ndeshja e parë, por nuk ka ndodhur. Duhet marrë parasysh edhe ana psikologjike, me lojtarët që janë ende të zhgënjur për mos kualifikimin në botëror.